Po fillojmë këtu edicionin qendror të lajmeve. Fillimisht të ndjekim disa nga informacionet kryesore. Fëmijët e klasës së 5 të mësimdhënësës Arieta Dautaga vizituan ambientet të televizionit. Ata u njoftuan gjërësisht se si funksionon ky medium. Mësuan edhe shumë gjëra që nuk i kanë ditur më parë. Mu ka ndodhur më ndryshe se një studio shumë e vogël, se me një studio të vogël mohan shumë emisione të ndryshme. E për studion e madhe, mohan për capet emisione më të ndryshme, po ka edhe më rëndësi më të madhe. Bile kishin punuar edhe diçka interesante për t'ia dhuruar televizionit. Kena pru si dhurat juve që e kena fitu Kosovizionin, që dhurojmë shumë. E mësimdhënësi atyre nuk la pa falendëruar stafin e televizionit. Ju falenderojmë juve si televizion i Gjakovës, që na keni jap mundësinë në të gjitha anët të na të jenim pas nesh. E të gjithë së bashku ja dorëzuan punimin e tyre drejtorit të televizionit, i cili u shpreh i kënaqur me këtë gjë. Për shkak që kena fitu Kosovizionin, kena pas dëshirë që edhe juve prej disa formave t'ju dhurojmë. Faleminderit shumë. Me kënaqësi të madhe e pranojmë për jush, sidomos prej gjeneratës tuaj, dhe ne me andje e pranojmë këtë dhuratë për jush. Juve ju urojmë suksese e gradë më të tjeshme. Faleminderit shumë. Si rëndom në kësi rastesh nuk mungoj edhe një foto për kujtim.